deshta me I tregu ministres që ky ligj edhe ligje tjera, edhe ligji buxhetit, edhe pakoja dhe gjithçka tjetër, minister kalon me 61 vota. Ju I keni 66 vota në kuvend, sikur ta bëni punën me kohë dhe me afate. Absolutisht asnjëherë nuk ju duhen votat e opozitës. Ju nuk keni qenë në vetëvendosje kur vetëvendosja ka qenë në opozit, por unë ju rikujtoj që kur është votu marrëveshja e stabilizim asocimit, bashkëpartijakët e tu në atë kohë e kanë lshu sallën e kuvendit të Republikës e Kosovës, e ne vetëm sa votum disa shmangi dhe disa marrëveshje ndërkombëtare. Jeni ju ata që këtë legislaturë e bëni të quhet legislatura e shmangjes. Prej ditës parë, kur e keni sjell zgjatjet buxhetore prej muajit mars, buxhetin dhe çdo ligj tjetër e keni sjell jashtë procedurave. Shkurt, shqip, nuk e kemi asnjë obligim të votojmë procedurat të përshpejtuara dhe ligjet për cilat ne nuk e kemi sigurinë që janë ligje që implementohen në praktik dhe I sjellin diçka të mirë kuvendit Kosovës. Ministre, për 9 milion euro, kur ti fitojmë, po thuni që I fitum ne. Sa herë që po merrni donacione, jeni ju që po delni dhe po lavdrohen që I keni fitu. Kur po humben, fajin e pas ka opozita. Po ta dini që jo vetëm 9 milion euro, po 4 miliard euro taksa të qytetarëve I keni në dispozicion 19 ministri të gjitha nivelet e pushtetit dhe nuk jeni në gjendje të bëni kompromis për pozitën e presidentit, po na dërgonin zgjedhje dhe ky është faj I juaj, ekskluzivisht I juaj dhe vetëm I juaj. Andaj mos delni me manipulu.